Hashim Thaçi është i akuzuar se në mënyrë sistematike dhe të vazhduar, ka vazhduar që të ndërhyjë me këtë dëshmi të dëshmitarit dhe ka dhunuar të gjitha urdhrat e gjykatës, të cilat kanë synuar mbrojtjen e informacionit të konfidencial të bashkëakuzuarit, kanë marrë pjesë në mënyrë të paligjshme në këto krime. Për incizimet do të tregojnë influencën e Hashim Thaçit mbi të bashkëakuzuarit e tij dhe gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në atë plan. Në rastin e Fadil Fazliu dha sugjerimet e tij se çfarë duhet të thonin dëshmitarit dhe shfrytëzoi edhe djalin e tij për të ndihmuar për të arritur këtë qëllim. Në rastin të akuzuarit Isni Kilaj mori nga Thaçi dhe nga qendra paraburgimit dhe kopje të deklaratave paraprake konfidenciale të dëshmitarëve me qëllim që të ndërhyjnë me dëshminë e tyre. Këto dokumente, siç do të dëgjoni më vonë, janë konfiskuar nga shtëpia e Kilajt. Në rastin e të akuzuar bashkim Smakaj u bashkua me përpjekjet e Thaçit për të përbuzuar disa dëshmitarë dhe mori një dokument të premtuar 10 faqesh i cili tregonte përgjegjësinë penale të Thaçit në çështjen 6 dhe e cila ishte në përputhje me udhëzimin që kishte dhënë Thaçi për këto dëshmitar. Ky dokument, siç do të dëgjoni më vonë, është konfiskuar në shtëpi nga makina e Smakajt. Në rastin e akuzuarit Haridin Kuçi ka dhënë në mënyrë të vazhdueshme sugjerimet e tij se çfarë duhet të thonin dëshmitarët të shënjestruar me qëllim që ai të ishte në përfitim të Thaçit.